nga ora 10:30 përpjekjen e 18 për konstituim të kuvendit. Dhe lidhur me këtë do të flasim me Shkodran Rexhajn dhe me Kora Blakajn, por Kora do të na bashkohet pas pak. Tashmë kemi në linjë të drejtë për drejt Shkodrani. Shkodrani, se po më dëgjon, mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjes. Shkodrani, sot përpjekja e 18 realisht edhe është bërë kështu, është konsumuar ndoshta edhe diskutimi për këtë çështje, po çka mund pritet, a beson që ndoshta edhe mund të kemi diçka pak më ndryshe se seancat e kaluara? Po pak më ndryshe mund të kemi vetëm në qoftë se ka vullnet që të ketë një zgjidhje politike për këtë bllokadë politike realisht që e kemi që tash që nga data 15 prill nuk mund të presim rezultat tjetër në qoftë se barikadimet për çështje politike i kemi të njëjta. E duke parë deklarimet publike të akterëve, realisht edhe sot nuk është që pritet diçka tjetër. Për pas ndonjë ide sa për të thënë që po tentojmë që të bëjmë zgjidhje mirë, po zgjidhja e cila do të dilte nga kjo situatë nuk po vije, sepse ajo nuk është procedurale teknike, është çështje politike, kemi thënë disa herë. Zgjidhje politike nuk po ofron askush, nuk po ka vullnet, nuk po ka një maturi politike që realisht për të dalë nga kjo situatë. Këto opsione tjera të cilat po ofrohen që kënë se për dalë nga kjo situatë, nga kjo ngërç politik që është shkaktu, janë thjesht sa për me i konsumu të njëjtat dhe janë thjesht sa për me rritat listën e opsioneve procedurale, ligjore, për të dalë nga një ngërç politik, mirë pas asnjëra prej tyre realisht nuk e ofron diçka të tillë. E kemi thënë edhe më herët, e fatkeqësisht po duhet edhe me u përsërit, përderisa bllokada është për barikadime kryekpot inatët e tyre dhe për barikadime politike, atëherë zgjidhja duhet të jetë e tillë. Nuk mundemi me zgjidhë një problem politik me çështje procedurale e as duke kërku interpretimi kushtetuese. Na edhe mund dërgoj plan në gjykatë kushtetuese, mirë po duhet jemi të vëmendshëm që këto bllokadat e këtij stili që kemi pas kësaj radhe mund të përsëriten prapë dhe nuk mund të mbetet një institucion siç është gjykata kushtetuese që të diskutoj dhe të ofroj vazhdimisht zgjidhje për problemet politike të cilat ne jemi në gjendje të shkaktojmë. Po, Shkodrana mendon që ndoshta realisht me këtë vazhdimsinë që po shkon kështu tutje, a e shet që ndoshta dhe duhet që opozita të jetë pak më bashkëpunuese në këtë aspekt, apo mendon që është në rregull të vazhdoj kjo gjendje që po shkon deri tash? Para nuk ka qenë rregull të filloj diçka e tillë dhe jo më të vazhdoj të jemi në këtë moment që kemi ardhur. Mirë po, unë në një bashkëpunim tillë do e sheja të mundshëm vetëm pas datës 15 prill në ato ditë e para të seancës së parë konstituive. Mirë po jo edhe sot është shumë vështirë me ndodhë diçka e tillë, sepse kemi një barikadim aq të parësyeshëm dhe aq të vrazhd, them, të gjitha grupeve politike, saqë ata të cilët do të lëshojnë për realisht do të paraqitin si humbs tek qytetari, e që në kushte normale nuk do duhet shije si diçka e tillë. Mirë po fatkeqësisht është krijuar një diskurs dhe një narrativ e tillë që ata të cilët dorëzohen karshi këtyre qëndrimeve të betonizume do të shfaqen si humbs tek qytetari, e pjesa tjetër do e ngrisë trofeun e fituesit në këtë betejë tyre politike. Fatkeqësisht nuk është dashur që të krijohet një diçka e tillë, sepse tash edhe po të ketë kreativitet dhe dëshirë nga deputet caktuar e kanë shumë vështirë, sepse të njëjtit do të shpallen brenda 24 orëve, do të shpallen si tradhtarët e atyre qëndrimeve të partive politike. E kjo nuk do duhet lejohet, krijohet, sepse është definitivisht jo e pranueshme dhe është e rrezikshme. Mirë po fatkeqësisht është krijuar një klimë e tillë, është krijuar një diskurs i tillë, dhe kësaj narrative po i kontribuojnë gjitha partitë politike. Në qoftë se një bashkëpunim i mundshëm ka qenë shumë më lehtë e pranueshme në seancat e para, sot është vështirë si diçka të tillë. Sot rruga e vet me fundja ka mbetë një bashkëpunim dhe një diskutim për një proces fundjatërisë zgjedhor.
Mirë po është interesante se si ne po punojmë vazhdimisht në atë drejtim që disa veprime dhe disa skenarë që në momentin e parë kur po ndodhin po janë të jashtëzakonshëm dhe vështirë të pranueshëm tek qytetari, siç ka qenë përsëritja e një procesi të ri zgjedhor, nëse një temë e tillë do të diskutohej në seancat e para pas 15 prillit, ka qenë vështirë e pranueshme. Mirë po aq shumë është bërë monotone dhe aq shumë janë bërë të përsëritshme dhe të mërzitshme këto situata, saqë edhe një proces i ri zgjedhor tashmë është normalizuar dhe madje po shihet si një dritë në fund të këtij tuneli që janë futur partitë politike. Po, edhe shkodran këtë procesi sepse përveç Albina Agjiut, realisht qetësuese dhe problematike ka qenë edhe kjo propozimi i ndrimit të mënyrës së fshetë të votimit. Po mënyrës së votimit nga i hapur në mënyrë të fshetë dhe ajo që është më interesant është që pastaj patëm deklarime që thonë që mund të ketë ndryshim të qëndrimeve individuale të deputetëve nëse votohet fshetas. Po ndoshta edhe mund të ketë sepse mos harrojmë, na këta deputet i kemi përfaqësues të partive politike, po mirë, po për te përfaqësimit të partive politike ata përfaqësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës. E po të mendonin ata se po do të me ju drejtu se të ashtë të quajtur deputet sepse funksionën e tyre ende nuk po e kryjnë në shërbim të qytetarëve, mirë po janë duke mbrojtur vetëm inatët e tyre edhe grupet e tyre të interesit e partitë politike. Po të mendonin ata që janë përfaqësues të qytetarëve, unë besoj që nuk do të arrinim në këtë situatë që jemi për momentin. Prandaj edhe mund të ketë deputet të cilët për shkak të vetdijes tyre edhe për shkak të ndërgjegjes tyre në raport me qytetarin, po besoj që do të bënin lëvizje tjera, e të cilat në qoftë se do të kalonin përmes një procesi votimit të fshehur, nuk do të publikoheshin në momentet e para edhe nuk do të etiketoheshin si tradhtarë ose bashkëpunëtorë të njërit apo grupi tjetër. Në kushte normale nuk do duhej shihet diçka e tillë. Fatkeqësisht klima e krijuar, narrativa e krijuar dhe ky diskurs shtyn drejt asaj rruge, mirë po do të ishte gjëja më normale e mundshme që një deputet e prezantoj qëndrimin e tij me një votë qoftë edhe mbështetëse apo edhe brenda subjektit do të mund të kishte votë kundër zonjës Haxhiu në këtë rast. Pra nuk do të ishte diçka e jashtëzakonshme ashtu siç po trumbetohet që mund të jetë, sepse fundi ata janë brenda një liste të partive politike, mirë po krejt në fund ata duhet përfaqësu interesin e qytetarëve. E në qoftë se shohim interesin e qytetarëve, po besoj që nga data 15 prill pas procesit zgjedhor nuk është bërë asnjë hap në raport me interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Kujtojmë që ne thuajse po bën mbi 6 muaj që nuk e kemi funksional Kuvendin e Republikës Kosovës, por gati po kalon gjysma një viti. E paramendo sa puna do të mund të përfundonte dhe sa iniciativa në të mirë të qytetarëve do të mund të iniciohej në një kuvend funksional, sepse kemi pas pjesën kur ka përfundu aktiviteti i kuvendit, sepse ka përfundu mandati qeverisë, kemi qenë në një proces zgjedhor, pastaj kemi qenë në numërim dhe sot jemi në këtë seancën e gjatë konstituive. Pra ne kemi mbi 6 muaj kur nuk funksionon njërin nga institucionet më të rëndësishme të shtetit Republikës Kosovës. E në qoftë se edhe pas kësaj ende ne kërkojmë që qëndrimet e tyre të jenë të barikaduar dhe të mos lëvizin nga partitë politike dhe inatët e tyre, atëherë definitivisht kjo është e papranueshme. Po, shkodrana mendon që ndoshta në një lloj forme edhe kjo çështja e ndrimit të vendimit të deputetëve për shembull nga në qoftë se do të bëj pra votimi fshat dhe mund të votonin, a mund të konsiderojnë ndoshta edhe si shkelje, po mendoj si tradhti ashtu ndaj partisë që përfaqësojnë apo edhe ndaj vetë vullit shqiptare për të votuar, për të qenë pjesë e parlamentit, ndoshta edhe kjo ka qenë arsyeja pse edhe hezitojnë të votojnë realisht. Në qoftë se shohim procesin zgjedhor, edhe në kohën kur ata deputet kanë dalë para qytetarëve dhe kanë kërkuar besimin e tyre, nuk e besoj që ndonjë qytetar ju ka thonë këtyre përfaqësuesve të tyre në parlament që vazhdoni edhe mbani qëndrimit e tyre në këndim të gjithçkaje.
Pra lufta e juve politike le të shkoj deri në vetë shkatërrim të institucioneve. Na duhemi me punu sepse fundi këta janë përfaqësues të qytetarëve. Këta duhet me punu në atë drejtim që bashkëpunimin politik duhet me pasi diçka normale, në qoftë se tentojmë që të jemi vend normal. Në qoftë se ne dëshirojmë që të vazhdojmë të jemi vend sui generis, edhe të jemi një vend i veçantë në të gjitha aspektet, madje edhe në krijimin e krizave politike, atëherë le të vazhdojmë diçka e tillë. Mirë po ata burshtetës, ata të cilët janë për te interesave, ata të cilët arrin të përfaqësojnë diçka për te interesave të tyre personale, partijake, individuale dhe inate të tyre, ata tregojnë që madje edhe bashkëpunimet edhe mundësia për të shtyrë proceset përpara dhe marrja e përgjegjësisë në raste të caktuara nuk është tradhti, edhe nuk është ndëshkim një partije politike ose kundërshtim ndaj besimit të qytetarëve. Përkundrazi, ata duhet marrë guximin që me marrë veprimin, që me shty proceset përpara dhe me dalë edhe para qytetarëve me prezantu diçka të tillë. Nuk duhet pajtohemi me një diskurs tradhtar ose jo tradhtar. Nuk ka tradhti në qoftë se ka bashkëpunim në mes të partive politike. Në qoftë se bashkëpunimi në mes të deputetëve të partive të ndryshme politike mbrana shtetit të Republikës Kosovës quhet tradhti, çka mund të quhet pra bashkëpunimi me vende tjera, çka mund të quhet diskutimi me vende tjera. Këta e kanë diskutuar, gjitha këto parti politike e kanë më së qartë, nesër të dalin dhe diskutojnë sepse është ndoshta tingëllon populliste, por nuk po e them në atë kontekst. Nesër të dalin dhe do diskutojnë edhe me armiq të vendit tonë. Qysh është e mundshme që këta të njëjtën gjatë e bajnë me ata persona e të mos arrin që të kalon një diskutim mes tyre. Aqa që thellë është kjo kriza dhe kjo përçarje mes tyre, saqë këta nuk arrin që me të i kalu vetveten në natët e tyre dhe me vazhdu për me shty një proces përpara. Ose në qoftë se ka kaq shumë hendek mes tyre, le të na tregojnë arsye çfarë paska. Sepse nuk besoj që për këto që po i thojnë një mendje shëndosh mund të shkojë deri kaq larg, sa që të arrit pranojë një lloj shkatërrimi të institucioneve vetëm që të dalin fitues. Definitivisht kjo është e papranueshme. Po, shkodrana dhe kështu fare në fund duhet pyes se kemi diskutuar shpesh herë këtë çështjen çka nëse shkojmë në zgjedhje, po besoj që dita ditës edhe me këto vonesa dhe me këto dhe po ndrojnë edhe qëndrimit e qytetarëve dhe si e shet ti pra deri më tash në rast se shkojmë në zgjedhje, a mendon që do të kemi një rezultat të njëjtë apo si e sheti përgjithsisht për partitë politike po flas? Thash edhe pak më herët që kësaj radhe kemi ardhur në një piku, një proces i ri zgjedhor, në qoftë se pas 15 prillit do diskutohej, sot ka qenë vështirë i pranueshëm, sot është thuajse më një kërkesë e pashmangshme, sepse situata dhe skenari e ka sjellë në një pikë tillë. Mund të ketë disa ndryshime, them kozmetike në rezultatin e partive politike, mirë po diçka duhet bërë të qartë. Forma se si duhet hyrë në këtë proces zgjedhor nga ata kandidat për deputet duhet jetë më ndryshe se sa ajo e 9 shkurtit. E them më ndryshe sepse sot nuk mund e kemi dëshmuar, po besoj që nga data 15 prill. Nuk është e mundshme që me hyjmë në një proces zgjedhor edhe gjatë tërë fushatës me diskutu për kundërshtarin tënd politik se si ti nuk do të bashkëpunosh të ardhmen. Sepse në qoftë se e merr mbështetjen e qytetarëve dhe votën në këmbim të kësaj kërkese dhe kësaj oferte që ju ja jepni qytetarit, atëherë çka do të ndodhë pas një procesi të ri zgjedhor? Hipotetikisht do të vazhdojmë prapë me bllokada të tilla, edhe qytetarët duhet me u pajtu me diçka të tillë, se partitë politike në Kosovë nuk është e pamundshme që të bashkëpunojnë njëra me tjetrën. Bashkëpunimet e mes tyre unë do i kisha diskutuar në qoftë se do të kalonin mbi çështje programore, në qoftë se do të kalonin mbi ato alternativat që ata do i japin në të mirë të qytetarëve. E jo që trumbetohen që nuk do të ketë bashkëpunim me njëra tjetrën, sepse po ja shohmi në një farë forme sherrin këtyre barikadimeve të kota dhe pa ndonjë arsye konkrete. Kështu që unë po besoj që rezultati potencialisht mund të ketë disa ndryshime kozmetike, nuk mund të ketë ndryshim të jashtëzakonshëm, mirë po kam frikën që qytetarët nuk do të dalin të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të dhënies të votës në numrin e madh që kanë dalë në dy proceset e fundit zgjedhor,
sepse po e shohin që kjo është realisht, kjo që po ndodh sot është një shkelje e pritshmërive të qytetarëve. Qytetarët kanë dhënë votën e tyre, besimin dhe kanë bartur përgjegjësinë tek disa individ që të ofrojnë zgjidhje dhe që të shtyjnë proceset përpara, ndërsa kjo që po shohim dhe kjo që po ndodh është definitivisht e kundërta e asaj që qytetari ka dashur me pa nga të përzgjedhurit e tyre. Prandaj ndoshta ajo që mund ndikojë në përqindjet e partive politike dhe në ulësit e tyre në Kuvendin e Republikës Kosovës mund të jetë edhe përqindja e cila mund të bie realisht tek dalja e qytetarëve, që potencialisht një përqindje që bie dhe përqindjet e partive politike realisht tentojnë të ruajnë ato që kanë pas në procesin e datës 9 shkurt, do të ndryshonte pak tek numri i deputetëve. Mirë, po diçka që duhet parë më së normale dhe më së natyrshme është bashkëpunimi në mes të partive politike. Prandaj edhe e besoj që një bashkëpunim i tillë nuk do të jetë më tabu dhe nuk do të jetë i papranueshëm dhe i panatyrshëm në mes të asnjërit nga partitë politike, sepse po e shohim që pa këtë bashkëpunim është e pamundshme që të vazhdojë tutje. Po. Shkodrana, të falenderoj për gjitha këto diskutime që i patëm sot tek dita e re. Grazie.